Sidoqoftë, vëllezër gjatë takimeve të tyre zakonisht mbajnë më tepër apo më pak referate të ndosëse për plazmën e gjakut, protezat e dhëmbëve apo rëndësinë e ISIS-it dhe Osiриsit. Nga ana tjetër, masonët paraqiten nga grupet e djathta ekstremiste si lidhje e fshehtë që sundon botën apo si një sekt i rrezikshëm. Në një pamflet të faqes Ostara në internet nga ekstremi i djathtë, ata i lidhin me atentatin e kullave pinjake në World Trade Center të New Yorkut. Sulmi mbi World Trade Center në 11/9/2001 hedh dyshime të plota se është kryer nga masonët. Lojra të turbuta të numrave me datën e atentatit përmenden si dëshmi. Masonët në mbar botën numërojnë 6 milion antar dhe janë para së gjithash një qerdhe juristësh, artistësh, ekonomistësh dhe mjekësh, të cilët rrallë janë më të rinj se 35 vjeç. Njohin njerëz me ndikim dhe shpesh vendosin të takohen në ambiente sa misterioze. Masonët janë një pikë pritje për të pasionuarit, të cilët gëzohen për arritjet ceremoniale të funksioneve të nderit, për bamirësi dhe për tradicionalistët që stolisen me qejf me titull nderi. Femrat në shumicën e takimeve si dhe më parë nuk lejohen, ose takimet të tyre nuk njihen. Për një mason, një femër është para së gjithash dama e zemrës, së cilës ai një herë në jetën e vet duhet i dorëzojë doreza të bardha. Ndër personalitetet më të rëndësishëm historik të cilët radhiten në zinxhirin ndërkombëtar të vëllazërisë numërohen Johann Wolfgang von Goethe, Giacomo Puccini, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, i cili krijoi operën Flauti magjik për nder të masonëve, Roald Amundsen dhe Winston Churchill. Edhe shumë presidentë amerikan dhe latinoamerikan kanë qenë dhe janë vëllezër të urdhrit. Silvio Berlusconi, kryeministri italian, është antar i një urdhri të tillë në Milano. Në masonerin blu ka 3 shkalla antarësie. Këto janë shkalla e nxënësit, ndihmës mjeshtrit dhe ajo e mjeshtrit. Të treja gradat mund të arrihen vetëm nëpërmjet ritualeve. Rituali i nxënësit e vendos njërin e vetvetes të qendër. Në gradën e ndihmës mjeshtrit teksohet puna për bashkësinë. Kush do të bëhet mjeshtër duhet t'i afrojë vetes simbolikisht vdekjes. Zakonisht një nxënës pas ndoshta 2 vjetësh mund të veshë përparsen e mjeshtrit me 3 trëndafila. Kush dëshiron të ngrihet më lart mund t'i kushtohet masonerisë të kushe, një variant ezoterik që vetë ndërmjet masonëve nuk është i kufizuar dhe që dallohet përmes ritualeve të fshehta ende të rritura. Në masonerinë e kuqe hyn ndër të tjera i jashtëquajturi rit skocez, i cili përfshin 33 shkallë hierarkike dhe të quajturën Royal Are me 7 grada. Rituali i nxënësit duhet ta habis deri diku profanin, kërkuesi, kështu quhet kandidati, sillet në dhomën e të menduarit të qetë, me një tavolinë me një qyri të ndezur që ndron një orë prej rëre, shenja të qenit kalimtar, një kafkë, simboli vdekjes deri lindjes, dhe një pyetësor me sende zyre. Këtu bën pyetjet, pave të humbur. Atje ai pyetet nëse mban në fuqi vullnetin e tij për antarësim. Ai duhet të heqë pasaj të gjitha metalet, për të shitur simbolikisht për tyre atë çka e mban lidhur me zinxhirët pas tokës. Më pas, në fillim zbulohet një profan, dhe që vendi i takimit nuk është më i mbuluar. Kërkuesi hyn brenda, çohet në përdhom dhe ndesh në rrafshin simbolik 4 elementet: zjarr, tokë, ujë dhe ajër. Rituali simbolizon një udhëtim me përjetime të eksperiencës vetjake. Kërkuesi ndesh rrezikun dhe duhet të pastrohet shpirtërisht. Udhëtimi kalon nga perëndimi në lindje dhe udhëhiqet nga thënjet e antarëve të urdhrit. Në fund kërkuesi gjunjëzohet para altarit, mbi të cilin qëndron një kënd, një kompas dhe një bibël. Kompasi vendoset në krahun e majtë të gjoksit, ndërsa me dorën e djathtë kërkuesi e vendos dorën mbi bibël. Ai premton t'i kushtohet humanizmit, të ruaj sekretin për punët e brendshme dhe vëllezërit t'i mbështesë energjikisht. Mjeshtri godet ritmikisht kompasin, fashat hiqen dhe nxënësi pranohet. Pastaj këndohet kënga e bashkimit, vëllezër bashkoni duart. Nxënësit besohet një varg i caktuar hapash, shenja e qafës, dora e djathtë vendoset poshtë mjekrës. Prekja, si shenjë dallues te fjala e koduar e titullit të nxënësit, Yakin ose Boas. Ndihmës mjeshtrit, masonët i përmendin fjalët shibolet ose giblim. Nxënësit i lidhet më në fund përparsja dhe i varet në qafë shenja e urdhrit, dorezat e bardha dhe cilindri plotësojnë veshjen e masonit.